Qoni mirë mikrofonat, jam kështu në. Dhe njërë pra është drejtori i policisë Fierit në deklarat për mediat. Ka ndodhur një ngjarje e rëndë në një fshat Roskovecit, ku një 35 vjeçar ka vrarë ish vjerin e tij, ka plagosur ish vjerën dhe ka marrë pengë ish bashkëshorten e tij. Si Refit Buzi, i datinit 91, rreth 35 vjeç, për motive ende të paqarta, për shkak grupi hetimor po vazhdon dhe po ka intensifikuar punën për shkaqet e motivet, ka vrarë me armë gjahu, ka vrarë babain e ish të dashurës së vet, ka plagosur nënën e ish të dashurës dhe në kushtet e kësaj ngjarje ka marrë me vete të dashurën në makinë dhe është larguar në drejtim të zonës periferike në dalje të Vidasit. Me njëherë pas marrjes së njoftimit, grupi hetimor ka organizuar punën në lidhje me lokalizimin dhe organizimin e të gjitha strukturave policore, ato të vendeve fqinj dhe për shkak të rrezikshmërisë është njoftuar dhe me prezenca e forcave kombëtare Renea. Falë punës profesionalizmit dhe përkushtimit të gjithë drejtorisë vendore, është bërë e mundur nëpërmjet negociatave që të mundet të lirohet e dashur e vet, e cila ndodhet jashtë rrezikut në spitalin e Fierit. Ku është Jemi ende duke negociuar me të gjitha strukturat dhe me të gjithë organizimin e shërbimeve, jemi duke negociuar me autorin për të dorëzuar. Duke qenë në këto kushte të kësaj ngjarje, nga ana e drejtorisë vendore e Fier është vlerësuar maksimalisht me të gjitha strukturat e posaçme për uljen e rrezikshmërisë dhe parandalimin e çdo ngjarje kriminale të ndër të tjera. Është duke negociuar ende grupi i drejtorisë vendore dhe i forcave kombëtare Renea dhe të bëjmë për të bërë të mundur shmangjen. Ne kemi dëgjuar drejtorin e policisë Fierit, do të lidhemi me pallatin e brigadave në këto momente ku kryetari i Partisë Socialiste po mban fjalën pas përfundimit të mbledhjes grupit